Bashkimi Demokratik për Integrim ka reaguar në lidhje me pagesën që ishe kandidati për kryetar të komunës e Bërvenicës, Hashim Ramadani, e merr nga komuna e Çajirit. Nga BDI thonë se Ramadani as nuk jeton në Çajir, as nuk është teksapaguesi i Çajirit dhe as nuk ka lidhje me nevojët e reale të qytetarëve të Çajirit. Për këtë, nga BDI madje kërkojnë ndërheqjen e kryetarit të komunës së Izet Mexhiti. 1.000 euro në muaj për aktivist nga jashtë Çajirit, ndërsa edukatorët pa 100 euro për 6 muaj. Mexhiti duhet të jap dorëheqje. Kjo është keqpërdorim moral, politik dhe institucional i komunës. Izet Mexhiti ka humbur çdo kredibilitet për të folur për përgjegjësi, zhvillim dhe kujdes ndaj qytetarëve. Kërkojmë dorëheqjen e menjëhershme të Izet Mexhitit. Ndërkaq, nga komuna e Çajirit theksojnë se të gjitha angazhimet dhe pakesat bëhen në përputhje me ligjin dhe janë të dokumentuara e të verifikueshme. Nga komuna hedhin poshtë pretendimet për parregullsi. Komuna nuk praktikon dhe nuk do të lejoj angazhime fiktive apo pagesa pa bazë reale. Në përpjekje për të devijuar vëmendjen nga thelbi, po plasohen konstrukte politike që nuk kanë asnjë lidhje me faktet. Në vend që të shtrohet çështja nëse dikush është banor i caktuar, thelbi është nëse puna është kryer dhe në këtë rast ajo është qartësisht e dokumentuar dhe e konfirmuar. Është ironike që pikërisht ata që për vite me radhë nuk vendosën standarde të transparencës, sot përpiqen të mbajnë leksione për llogaridhënie. Nga komuna deklarojnë se çdo proces është i hapur, i verifikueshëm dhe i nënshtrohet të shqyrtimit publik. Ndryshe në financat publike figuron emri i Hashim Ramadanit, i cili merr pagën nga komuna e Çajirit të 1.000 euro në muaj.